Gjuha e urrejtjes në media, rrjete sociale dhe në platforma të ndryshme është bërë dukuri në shoqërinë tonë. Komentet denigruese me gjuhë të urrejtjes përdoren nga grup mosha të ndryshme, të cilat postojnë dhe prodhojnë një komunikim shumë vulgar. Profesori i filozofisë Ylber Sahitaj thotë se duhet të tentojnë për të parandaluar sa më shpejt këtë fenomen shqetësues. Tash kur nalmi saktësisht tek gjuha e urrejtjes, do me pas parasysh ndoshta më shumë për mënyrën qysh na me tentu me parandalu ata, se sa qysh me trajtu këtë pjesë. Se ndoshta pa dash me bë një generalizim, mirë po shpeshherë si dukuria jonja është me u marrë me diçka pasi që ndodh, se sa me punu qysh me parandalu ata. Profesor Sahitaj tha se faktor për gjuhën e urrejtjes është edhe teknologjia, sepse personat shumë shpesh kanë humbur empatinë ndaj njerëzve si shkak i largësisë. Po përmendni teknologjinë si fenomen, sepse sot për sot më shumë po përballemi me gjëra të cilat po vinë si shkak i përdorimit të rrjeteve sociale, si shkak i komenteve të cilat po munden me i bënë për këto platforma sociale. Mirë po, pa e përfshi këto pjesën e empatisë së personave. Përdorimi i teknologjisë edhe mundësia për me mujt me shpreh një mendim tymve pa qenë i bazuar ose i dokumentuar në diçka të caktuar, po ja mundson teknologjia. Tash, si pasojë e kësaj, na çka mundemi me dalë me një konkludim është tek mungesa e empatisë. Një person shumë më lehtë e ka me kritiku, një person e ka shumë më lehtë me ofendu në momentin kur nuk është në prani me palën tjetër. Një tjetër shkak, sipas profesorit, janë edhe emisionet televizive që përdojnë një diskurs të ashpër që natyrshëm prodhojnë gjuhë të urrejtjes. Nëse mundem me marrë vetëm si rast hipotetik një emision për cilën ka një temë të caktuar ku ka panelistë cilët diskutojnë asaj teme, edhe nuk i përmbahet disa rregullave bazike etike, atëherë kjo normalisht që kam ja mundësu dhe kam ja jap hapësirën secilit prej të ftuarave me mujt me u shpreh në mënyrën qysh ai apo ajo e mendon që është më e sakta. Jo çdo herë është më e sakta për mënyrën se qysh mendon i ftuar, edhe kjo ka më thënë drejt një rezultati për cilën ka më mund dësha me shpreh edhe një gjuhë të urrejtjes kundrejt një individi apo një fenomeni apo disa rasteve të caktuara. Dita ndërkombëtare kundër gjuhës së urrejtjes shënohet me 18 qershor çdo vit dhe ka për qëllim të ndërmarrë sa më shumë veprime kundër diskriminimit, intolerancës, me qëllimin të promovimit të respektit ndaj njerëzve që përbëjnë një shoqëri pluraliste.